Në kuadër të 113 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër zhvilloi një ceremoni në nder të punonjësve që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Në këtë aktivitet morën pjesë prefektja e qarkut Gjirokastër zonja Albana Hasanaj, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe institucioneve ligjzbatuese. Ceremonia u hap me fjalën përshëndetëse të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, Altin Merizaj, i cili vlerësoi përkushtimin dhe sakrificën e punonjësve të policisë në përballjen e përditshme me sfidat e sigurisë. Gjatë ceremonisë u theksua se fal bashkëpunimit të Policisë së Shtetit me institucionet e tjera ligjzbatuese, qarku i Gjirokastrës vijon të mbetet një zonë e qetë dhe e sigurt. Janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për transformimin e Policisë së Shtetit, duke adoptuar filozofi të reja pune, mentalitet bashkëkohor, logjistikë dhe burime njerëzore në përputhje me zhvillimet e kohës, parimet e demokracisë, respektimin e drejtave dhe lirive themelore, si dhe bashkëpunimin ndërmjet institucional dhe me komunitetin.